Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernida Luzi. Në vitin që lampas, shqiptarët kanë shpenzuar 400 milion euro më shumë për udhëtime jashtë vendit se në vitin 2023. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se shpenzimet arrin shifra rekord gjatë sezonit veror. Shpenzuar 2.7 miliard euro për udhëtime jashtë vendit në vitin 2024. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se udhëtarët rezident, duke përfshirë këto shqiptar dhe të huaj që jetojnë në Shqipëri, kanë shpenzuar 17.4% ose 400 milion euro më shumë se në 2023. Kjo rritje tregon se më shumë shqiptar po zgjedhin t'i kalojnë pushimet e tyre jashtë vendit, por edhe po shpenzojnë më shumë para. Gjatë sezonit veror, konkretisht në korrik gusht-shtator, që është periudha me fluks hyrje-daljesh, shpenzimet arrin në shifra rekord. Vetëm për gjatë këtyre muajve qytetarët shqiptar kanë shpenzuar 879 milion euro për akomodim, transport, ushqim, argëtim, blerje dhe shërbime të tjera në pushimet e tyre jashtë vendit. Në tërmujorin e parë rezulton të jenë shpenzuar më pak, rreth 512 milion euro, ndërsa në tërmujorin e 2 dhe të 4 janë shpenzuar përkatësisht 688 milion dhe 612 milion euro. Nga ana tjetër, tregtia ndërkombëtare e shërbimeve, e cila i referohet të ardhurave dhe shpenzimeve të tregtisë në shërbime ndërmjet Shqipërisë dhe pjesës tjetër të botës, u mbyll me një balans pozitive për rreth 886 milion eurosh, e zgjeruar në terma vjetor me rreth 19%. Kjo ecuri u diktua nga zgjerimi të ardhurave neto të udhëtimeve, në reflektim të konsiderueshëm të numrit të udhëtarëve të huaj në Shqipëri. Sipas Bankës së Shqipërisë, shërbimet e udhëtimit që përfshin akomodimin, transportin, ushqim, argëtim e të tjerë, kanë zgjeruar balancën pozitive në plus 523 milion euro, kundrejt nivelit plus 376 milion euro në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në terma vjetor, të ardhurat dhe shpenzimet e kësaj kategorie u rritën respektivisht me rreth 19 dhe 5%. Rritja e numrit të udhëtarëve përbën faktorin përcaktues për këtë ecuri. Në të njëjtën kohë, shpenzimi ditor dhe kohëqëndrimi për udhëtar janë vlerësuar në rritje. Performancë shumë pozitive në vitin 2024 kështu e vlerëson Banka e Shqipërisë ecurinë e ekonomisë së vendit në raportin e saj vjetor. Sipas Bankës Qendrore, viti që lampas u karakterizua nga një rritje punësimi dhe pagash, kredisë dhe depozitave, rezervës valutore dhe pagesave elektronike. Në vitin që lampas, rritja ekonomike mbeti në nivele të larta, rreth nivelit 4%, duke u shoqëruar edhe me një rritje të punësimit dhe pagave. Banka e Shqipërisë ka depozituar pranë kuvendit raportin e saj për vitin 2024, duke vlerësuar këtë të fundit si pozitiv për ekonominë. Rritja e punësimit dhe pagave ka shtuar të ardhurat për familjet shqiptare, veçanërisht në një mjedis me inflacion të ulët. Në 2024, inflacioni zbriti në një nivel mesatar prej 2.2%, duke shënuar një rënje të ndjeshme nga nivelet e larta prej 4.8% të një viti më parë. Kjo rënje ndikoi pozitivisht në uljen e kostos së jetesës dhe në përmirësimin e fuqisë blerëse të ardhurave dhe kursimeve të familjeve shqiptare. Nga ana tjetër, rënja e borxhit të jashtëm në nivelin 40.8% të prodhimit të brendshëm bruto, apo rritja e rezervave valutore të Shqipërisë në nivelin 6.3 miliard lek, përmirësoi ndjeshëm aftësinë paguese të vendit. Gjatë 2024-s deficiti buxhetor u reduktua në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto dhe borxhi publik në 53.8% të PBB-s. Përsa i përket infrastrukturës së pagesave, numri i pagesave elektronike të kryera nëpërmjet bankave u rrit me 24.4% krahasuar me një vit më parë, ndërkohë treguesi i pagesave për frym, i synuar në 10 pagesa për frym, arriti në 23 pagesa për frym në fund të vitit. Ky përparim pasqyron tendencat në rritje të digitalizimit të shërbimeve financiare, duke lehtësuar transaksionet elektronike dhe përshpejtuar përfshirjen financiare të individëve dhe bizneseve. Vitin e kaluar, stoku i rezervës valutore bruto u rrit në 6.2 miliard euro nga 5.8 miliard që ishte më parë, ndërkohë edhe cilësia e portofolit të kredisë rezulton të jetë rritur. Rezultati financiar i sistemit rezultoi 37.4 miliard lek, me një rritje prej 17% krahasuar me vitin 2023. Zgjerimi i aktiveve të sektorit bankar pasqyroi kryesisht rritjen e kredisë dhe investimeve në letrat me vlerë, ndërsa rritja e detyrimeve pasqyroi të rësisht zgjerimin e depozitave me rreth 5% në terma vjetor.
Kostot e kreditimit të rëndë, kredia u rrit në 15.7% nga 9.7% një vit më parë, e mbështetur gjithashtu nga rritja e kërkesës dhe qasja pozitive e bankave ndaj kreditimit. Rritja e kredis ka financuar nevojat për konsum dhe për investimet të familjeve dhe bizneseve. Projekti për ndërtimin e një impjanti diellor lundrues për prodhimin e energjisë elektrike në Vaun e Dejës po shkon drejt zbatimit dhe ndërtimi pritet të fillojë brenda këtij viti. Ndërtimi i impjantit diellor lundrues është një nga projektet e KESH në kuadër të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë elektrike. Projekti për ndërtimin e një impjanti diellor lundrues për prodhimin e energjisë elektrike në Vaun e Dejës po shkon drejt zbatimit. 4 vite pas krijimit të shoqërisë Sena, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare bën me dije se ndërtimi pritet të fillojë brenda vitit 2025. Shoqëria Sena zotërohet nga KESH, ndërsa fokusi kryesor i saj është pikërisht zhvillimi dhe operimi i impjantit fotovoltaik lundrues në Vaun e Dejës. Në këtë kuadër, në tetor të vitit të kaluar u nënshkrua kontrata me vlerë 13.86 milion euro për projektimin, ndërtimin dhe operimin e impjantit me bashkimin e 2 kompanive të huaja, Gamma Solution nga Spanja dhe kinezën Sungrow. Kapaciteti i impjantit lundrues do jetë 12.97 MW. Sipas llogaritjeve, prodhimi parashikuar në vitin e parë do arrijë në 18.808 MWh, me një prodhim mesatar prej 17.822 MWh në vit gjatë gjithë jetës së tij. Ndërkaq, sipas KESH, edhe pse impjantet fotovoltaik lundrues konsiderohen ende një teknologji e re, sistemi i ankorimit të impjantit do sigurojë operim normal dhe me luhatje deri në 15 metra të nivelit të ujit dhe rezistencë të ajrës maksimale për 50 vitet e ardhshme. Ndërtimi i impjantit diellor lundrues është një nga projektet e KESH në kuadër të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë. Aktualisht, kompania publike e prodhimit të energjisë zotëron vetëm një impjant diellor prej 5.14 MW të pozicionuar në digën e Qurstaqit në Vaun e Dejës, ndërsa pjesa tjetër e aseteve gjeneruese përfshin 3 hecat e kaskadës së Drinit. Ashtu si me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë e Veriut nuk do të jetë më e nevojshme të pritet karton jeshil sa herë hyn dhe del automjeti. Me ndryshimet e reja që kanë hyrë në fuqi nga 1 prilli, kartoni jeshil do pritet vetëm një herë në vit me çmim 50 euro. Qytetarët shqiptar duke filluar që nga data 1 prilli këtij viti do të kenë mundësinë të lëvizin drejt Maqedonisë së Veriut me karton jeshil me afat 1 vjeçar me çmim të reduktuar prej 50 euro. Autoriteti mbikëqyrjes financiare në kuadër të zbatimit të rekomandimeve të Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore për lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare ka bashkëpunuar ngushtë me Byron Shqiptar të Sigurimit për të lehtësuar lëvizjen e autoveturave me targa shqiptare drejt vendeve kufitare. Bazuar në vendimin e Byros Shqiptare të Sigurimeve, qytetarët shqiptar mund të pajisen tashmë në të gjithë pikat e shitjeve së shoqërive të sigurimit me kartonin jeshil për autovetura me vlefshmëri 12 mujore me çmim 50 euro, e cila mbulon territorin e Maqedonisë së Veriut. Ky vendim mbështet lëvizjen e qytetarëve duke ulur kostot dhe nxitur shkëmbimet ekonomike me fqinjen tonë juglindor. Shoqëritë e sigurimit do të ofrojnë në të gjitha pikat e shitjes policinë e sigurimit për autovetura me afat vlefshmëri 1 vjeçar për Maqedoninë e Veriut, për Malin e Zi, si dhe do të vijojnë të ofrojnë dhe kartonin jeshil me afat vlefshmëri 15 ditor me çmim 15 euro. Kjo është masa 2 që ndërmerret në një hartë të shkurtër kohor për lehtësinë e lëvizjes së qytetarëve shqiptar drejt vendeve kufitare pas hyrjes në fuqi më 1 shkurt 2025 të policisë së sigurimit 1 vjeçar me Malin e Zi. Ekonomistët parashikojnë që të ardhurat nga tarifat do të jenë shumë më të ulta se parashikimet e shtëpisë së bardhë. Politika tarifore e administratës Trump pritet të sjellë efekte negative për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Donald Trump thot se tarifat do të pasurojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por këto pasuri pritet të jenë shumë më pak se sa projeksionet e shtëpisë së bardhë, theksojnë ekonomistët. Shuma përfundimtare mund të ketë pasoja të mëdha për ekonominë e Shteteve të Bashkuara, borxhin e vendit dhe negociatat legjislative mbi një paketë për uljen e taksave, shpjegojnë ekonomistët. Këshilltari tregtar i shtëpisë së bardhë vlerësoi se tarifat do të arrinin rreth $600 miliardë në vit dhe $6 trilion gjatë një dekade, ndërsa tarifat e automjeteve do të shtonin $100 miliardë të tjerë
deri në vit në buxhet. Ky projekcion vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara planifikojnë të shpallin më shumë tarifa kundër partnerëve tregtar të mërkurën. Ekonomistët presin që politika tarifore e administratës Trump do të gjeneronte një sasi shumë të ulët të ardhurash. Të ardhurat totale të disa projekteve do të ishin më pak se gjysma. Ekzistojnë pyetje të mëdha mbi shtrirjen e tarifave, duke përfshirë detaje si shuma, kohëzgjatja, produktet dhe vendet e prekura. Të gjitha këto kanë një ndikim të rëndësishëm në totalin e të ardhurave. Shtëpia e Bardhë po shqyrton një tarif për 20% për shumicën e importave. Administrata Trump në fund mund të zgjedhë një politikë të ndryshme si tarifat në bazë të shtetit, bazuar në barrierat tregtare dhe jo tregtare të secilit komb. Shtetet e Bashkuara të Amerikës importuan rreth 3.3 trilion dollar mallra në vitin 2024. Zbatimi i një tarife për 20% për të gjitha këto importe do të silte rreth 660 miliard dollar të ardhura vjetore. Kjo për shkak se një vlerësim i saktë të ardhurave duhet të llogarisë ndikime të shumta ekonomike të tarifave dhe në mbar botën. Këto efekte kombinohen duke reduktuar të ardhurat, thanë ekonomistët. Një tarifë e gjerë për 20% do të rriste rreth 250 miliard dollar në vit. Kur merren parasysh këto efekte, ka mënyra për të mbledhur shuma më të mëdha, por ato do të përfshinin tarifat më të larta. Për shembull, një tarifë 50% e përgjithshme do të shtonte rreth 780 miliard dollar në vit. Në përgjithësi, tarifat rrisin çmimet për konsumatorët. Një tarifë e gjerë për 20% do t'i kushtonte konsumatorit mesatar 3.400 deri në 4.200 dollar në vit. Konsumatorët natyrisht do të blinin më pak mallra të importuara nëse kushtojnë më shumë. Kërkesa më ulët do të thotë më pak importe dhe më pak të ardhura tarifore nga ato importe. Vendet e huaja gjithashtu pritet të akmerren me tarifat e tyre për produktet amerikane, gjë që do të dëmtonte kompanitë që eksportojnë produkte jashtë vendit. Kombet e tjera mund të përjetojnë një rënje ekonomike, duke reduktuar më tej kërkesën për produktet amerikane. Pritet gjithashtu të ketë një mospërputhje me politikën tarifore, si dhe përjashtime për disa shtete, industri ose produkte të caktuara. Administrata amerikane gjithashtu mund të kanalizojë disa të ardhura nga tarifat për të paguar disa palë të dëmtuara nga lufta tregtare, thanë ekonomistët. Presidenti Trump e bëri këtë në mandatin e tij të parë. Qeveria dërgoi 61 miliard dollar pagesa lehtësimi për fermerët amerikanë që u përballen me tarifa akmarrëse. Kjo shumë ishte rreth 92% të ardhurave nga tarifat për mallrat kineze nga 2018 deri në 2020. Shitjet e Teslas në Francë dhe Suedi ranë për të tretin muaj radhazi në mars, duke arritur nivelet më të ulta që nga viti 2021. Kjo rënje lidhet me vështirësitë e kompanisë në tregun evropian, duke përfshirë mbështetjen e Elon Musk për partitë e ekstremit të djathtë. Shitjet e Teslas në Francë dhe Suedi ranë nga viti në vit për të tretin muaj radhazi në mars, duke reflektuar shifrat më të ulta të shitjeve 3 mujore në këto vende që nga viti 2021. CEO Elon Musk, një aleat i ngushtë i presidentëve të Bashkuara, Donald Trump, ka nxitur polemika duke u ballafaquar me partitë e ekstremit të djathtë në Evropë, gjë që ka shtuar rënjen e shitjeve të Teslas përpara lançimit të shumëpritur të automjetit të ri sportiv Model Y. Analistët presin që të dhënat nga Franca, Suedia dhe 3 qytete të tjera kyçe evropiane të ofrojnë një tregues të rëndësishëm të dërgesave globale të grupit në 3 mujorin e parë, lidhur ndjenjes së konsumatorit ndaj markës. Tesla regjistroi në mars 3157 shitje makinash në Francë dhe 911 në Suedi, duke rënë përkatësisht 36.83% dhe 63.9% nga viti i kaluar, treguan të dhënat zyrtare. Shitjet e saj 3 mujore ranë 6693 në Francë dhe 1929 në Suedi. Tregu i grupit në Francë ra në 1.63% në 3 mujorin që përfundon në mars, të humbi terren dhe markave si BYD dhe prodhuesve të tjerë kinez të makinave elektrike, pjesa totale të cilëve u rrit në 3.19%. Tesla aktualisht përballet me një sër sfidash në Evropë. Prodhuesi ka një linjë më të vogël dhe të vjetër, ndërsa rivalet tradicional të automjeteve dhe hyrjet e reja kineze po nxjerrin në treg modele të reja elektrike shpesh më të lira. Mbështetja e Musk për partitë ekstremit të djathtë në Evropë, duke përfshirë AfD në Gjermani që doli e dyta në zgjedhjet kombëtare të shkurtit, duke gjithashtu se ka dëmtuar shitjet e kompanisë në kontinentin e vjetër. Në përgjigje të aktivizmit të krahut të djathtë të Musk, makinat Tesla janë bërë objektive vandalizmi në disa vende, ndërsa protestat Tesla Takedown janë planifikuar në të gjithë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Disa ditë më parë, Musk tha se një zjarr në një pikë shitjesh Tesla në Rom që shkatroi 17 makina ishte një akt terrorizmi, duke përsëritur komentet e mëparshme të Trump. TikTok është rikthyer në SBA pas një ndalimi të përkohshëm, ndërsa disa shtete të tjera kanë bllokuar aplikacionin për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë kombëtare. Presidenti Donald Trump ka vonuar zbatimin e ligjit për të gjetur një zgjidhje që sipas tij do të ishte shitja e aplikacionit.
TikTok është rikthyer në dyqanet e aplikacioneve të Apple dhe Google në SBA disa javë pasi presidenti Donald Trump vonoi ndalimin e aplikacionit në përnësi kineze. Miliona përdorues amerikan tani mund ta shkarkojnë aplikacionin dhe ta përditësojnë përsëri. Aplikacioni u ndal përkohësisht në janar përpara se një ligj t'i kërkonte pronarit Biden ta shiste ose të përballej me një ndalim për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë kombëtare dhe ndikimin algoritmik. TikTok ka mohuar që ka ose që do të ndante ndonjëherë të dhënat e përdoruesve të SBA-s. Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv më 20 janar duke vonuar zbatimin e ligjit me 75 ditë. Presidenti amerikan po shërton zgjedhjen e vonesës 75 ditore, por ka thënë se nuk do të jetë e nevojshme pasi beson se do të gjendet një blerës. Vende të tjera e kanë ndaluar tashmë aplikacionin duke përfshirë edhe Shqipërinë. Por çfarë nënkupton ndalimi i aplikacionit për përdoruesit? TikTok u bë i padisponueshëm për pak kohë në Shtetet e Bashkuara në janar, por që atëherë është rikthyer në përdorim. Urdhri ekzekutiv i Trump udhëzoi Departamentin e Drejtësisë që të lëshonte letra kompanive si Apple, Google, Alphabet dhe Oracle që punojnë me TikTok, duke deklaruar se nuk ka pasur shkelje të statutit dhe se nuk ka asnjë përgjegjësi për çdo zgjedhje që ka ndodhur gjatë periudhës së specifikuar më lart. Kur u pyet se çfarë bën urdhri i TikTok, Trump tha se thjesht më dha të drejtën për ta shitur ose mbyllur atë. Presidenti ka thënë më parë se do të dëshironte që Shtetet e Bashkuara të kishin një pozicion pronësie për 50% në një sipërmarrje të përbashkët nëse TikTok shitet nga Biden. Pavarësisht se ndalimi fillestar u miratua në mënyrë unanime, ligjvënësit amerikanë nga të dyja palët kanë thënë se Biden duhet të ketë më shumë kohë për të hequr aplikacionin. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe disa organe të Bashkimit Evropian kanë vendosur tashmë ndalime vetëm për pajisje qeveritare, por vendet e tjera kanë shkuar më tej. Në nëntor, Kanadaja urdhëroi që biznesi i TikTok në vend të shpërbëhej duke përmendur shqetësimet e sigurisë kombëtare, por ajo nuk ka bllokuar aksesin e përdoruesve në aplikacion. Irani, Afganistani dhe Somalia ka ndaluar TikTokun ashtu si Senegali, i cili ndërmori veprime në vitin 2023 pas arrestimit të liderit të opozitës Ousmane Sonko. Qeveria tha se platforma po përdorej për të shpërndarë mesazhe urrëtie që kërcënonin stabilitetin e vendit. Gjithashtu Shqipëria njoftoi një ndalim 1 vjeçar të TikTokut. India e ndaloi aplikacionin në vitin 2020, ndërsa Pakistani ka vendosur 4 ndalime të përkohshme, më të fundit që u mbyll në nëntor 2022. Nepali gjithashtu ndaloi përdorimin e TikTokut me autoritetet që thanë se po prishte harmoninë sociale dhe vullnetin e mirë. Tajvani, që ndalon një gamë të gjerë të operacioneve të biznesit kinez, e ka bllokuar aplikacionin në pajisje shtetërore dhe në dhjetor 2022 hapi një hetim ndaj TikTokut mbi operacionet e dyshuara si të pajlishme në ishull. TikTok nuk është i disponueshëm në Kinë, ku qytetarët përdorin ekuivalentin e tij kinez Douyin, ndërsa të dy aplikacionet funksionojnë në mënyrë të ngjashme, përmbajtja nuk ndahet mes tyre dhe Douyin mbetet nën censur të rrep. TikTok ka vlerë spionazhe vetëm kur përdoret në pajisjet e njerëzve të lidhur me funksionet e sigurisë kombëtare, sipas një raporti të publikuar në janar 2023 nga projekti i qeverisë së internetit të Georgia Tech, por ekspertë të tjerë digjitale kanë kundërshtuar përfundimin e raportit. Një raport nga revista Forbes në vitin 2022 zbuloi se Biden kishte përdorur aplikacionin për të zhurmuar gazetarë të shumë dhe për të zbuluar burimin e rrjedhjes së informacioneve. TikTok ka thënë se këto ndalime janë të gabuara dhe nuk bëjnë asgjë për të rritur privatësinë ose sigurinë. Vendet e tjera që kanë marrëdhënie të ngushta sigurie me Shtetet e Bashkuara nuk kanë vendosur të zbatojnë ndalimet e TikTok. Australia, e cila është pjesë e Aleancës së Sigurisë Five Eyes, që përfshin Kanadan, Zelandën e Re dhe Shtetet e Bashkuara, tha se nuk kishte marrë këshilla nga agjencitë e saj të sigurisë për të ndaluar aplikacionin. Edhe Britania, gjithashtu anëtare e rrjetit, nuk ka marrë një mas të tillë. Megjithatë, vendet tani mund të ndjekin drejtimin e SBA-s, shprehen analistët. Vizitorët e evropianët të duhet të blejnë një leje elektronike për të udhëtuar në Britani duke nisur nga 2 prilli me një tarif prej £10. Kjo mas synon të forcojë sigurinë kufitare dhe të limitojë emigracionin në vend. Vizitorët europianë në Britani do të duhet të blenë një leje elektronike për udhëtime duke nisur nga data 2 prill. Kjo lëvizje e Mbretërisë së Bashkuar ndjek shembullin e vendeve të tjera në përpjekje për të forcuar sigurinë e emigracionit. Skema e autorizimit elektronik të udhëtimit ETA kërkon që të gjithë vizitorët që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Britani të blejnë autorizimin para udhëtimit me një kosto prej £10 ose €12, duke u rritur nga £16 nga 9 prilli.
Qytetarët irlandezë janë të përjashtuar nga kjo masë. Regjimi fillimisht u zbatua për shtetasit jo europian vitin e kaluar, duke përfshirë vizitor nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Australia. Zgjerimi i autorizimit në mbar botën forcon angazhimin tonë për të rritur sigurinë përmes teknologjisë dhe inovacionit, tha ministra e Emigracionit Sima Malhotra muajin e kaluar. Ministria e Brendshme e Britanisë tha se aplikimi për një ETA duhet të jetë i thjeshtë përmes aplikacionit me shumicën e aplikantëve që marrin një përgjigje automatike brenda pak minutash. Aplikantët vendosin një fotografi dhe detaje biografike, si dhe u përgjigjen pyetjeve mbi përshtatshmërinë dhe kriminalitetin. Pasi aplikimi të ketë përfunduar me sukses, autorizimi lidhet në mënyrë digjitale me pasaportën përkatëse. Një ETA lejon vizita të shumta në Mbretërinë e Bashkuar deri në 6 muaj gjatë një periudhe 2 vjeçare. Linjat ajrore, kompanitë e tragjeteve dhe trenave do të jenë përgjegjëse për verifikimin e statusit të udhëtarëve përpara se të hipin. Linja ajrore low cost EasyJet tha se nuk priste që leja e re të zvogëlonte kërkesën për udhëtimet nga Europa në Britani. Mbretëria e Bashkuar priti 22.5 milion vizitorë nga Bashkimi Evropian në vitin 2023, nga 19 milion në 2022. Kontrollet e vënuara të sigurisë kufitare të Bashkimit Evropian pas Brexit për shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar që hyn në blok janë planifikuar të futen në tetor. Britania u largua nga Bashkimi Evropian në vitin 2020. Sistemi hyrje-daljes i Bashkimit Evropian do të heqë kërkesën për të vulosur manualisht pasaportat në kufit e jashtëm të bllokut dhe në vend të kësaj do të krijojë të dhëna digjitale që lidhin një dokument udhëtimi me identitetin e një personi. Ky sistem do të jetë një pararendës i sistemit evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, i cili gjithashtu do të kërkojë qytetarëve jashtë zonës Schengen të paguajnë një tarifë përpara se të udhëtojnë. Britanikët aktualisht paguajnë rreth 17 pound për një leje të ngjashme që i lejojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.